Jemi edicionin e lajmove të orës 11. Departamenti Amerikan i shtetit ka pranua një shitje të mundshme të 226 raketave javelin në Kosovë, e vlera të cilave pritet të jetë rreth $75 milion. Pentagoni ka njoftuar se kërkesa do t'i dërgohet Kongresit Amerikan. Sipas deklaratës zyrtare, shitja armëve në Kosovë mbështet qëllimet e politikës së jashtme dhe sigurin kombëtare të shteteve të Bashkuarat Amerikës, duke përmirësuar sigurinë e një partneriteti evropian, që është forcë e rëndësishme për stabilitet politik e ekonomik në Evropë. Në deklarat, Pentagoni ka vlerësuar se Kosova s'do të ketë të vështirë t'i përshtatet pajisjet për nevojat e forcave të veta. SBA po ashtu ka thënë se shitja këtyre pajisjeve nuk ndryshon bilancin ushtarak në rajon.